askush në jetë nuk mund të të urrej, të pështroj, të nënçmoj, të përfol, sesa që mundet me të përfol një njeri i cili e urren veten e vetë. Që 50 vite nga dita kur e di ta dalloj të mirën dhe të keqen, asnjëherë nuk kam gjetë një person i cili e ka jetën e vetë të mrekullueshme, të mirë, të paqërueshme me të tjerët, i ka punët e mira në familje dhe ai person të ofendoj. Kurse si, ai person nuk mirët me ofendime, me komente, me fjalë të këqija, sepse ai i ka punët e veta në terezi. Prandaj, ata që ofendojnë, ata që nënçmojnë, poshtrojnë, paragjykojnë, ata jetën e vete kanë në llumë, e kanë zi e mazi, prandaj nuk mund të shohin sytë e tyre mirë tek ti. Prandaj, lëri le të vjellin vërerë dhe te i kaloj, sepse ata kanë problem me veten e jo me ty.